Momenti kur Tringa surprizon Mihrien për ditëlindje. Këngëtarja e njohur Mihri Evraha festoi 58 vjetorin me shumë dashuri dhe urime nga Foncat, miqt dhe kolegët. Dita u shënuan nga një surprizë e veçantë e organizuar nga reja e saj Tringa, e cila publikoi edhe pamjet në Instagram. Mihria u emocionua kur miket e saj nga Zvicra dhe Ulqini udhëtuan posaçërisht për ditëlindje. Ndërsa në kulmin e festës ju bashkuan Naimi, Platori dhe familjarët e tjerë, duke e bërë ditën edhe me të veçantë. Surpriza ishte e menduar me shumë kujdes, duke e vendosur Mihrien në qendër të çdo detaji. Atmosfera festive dhe momentet e papritura e emocionuan pamos këngëtaren. Ndjekësit reaguan me komente të ngrohta dhe urime të shumta. Ditëlindja e saj u shndrua në një festë familjare, plot dashuri dhe gëzim. Nëse ka diçka që hiç nuk jam e mirë, është me u mundu me rajt në momentet kur du me bu surpriza, së dhe ka ditëlindjen mike, kom full me 4 shoqet e miket, edhe jam të e prit në kafe, në realitet jam të e prit një shoqet e miket, edhe mike me ndonë që ka me dalë vish me mu me pi kafe, ndërkohë që ka me dalë me pi kafe edhe me shoqet e saj, kështu që unë e mandjes të vrasë edhe mja pa reagimin, po edhe me u taku me krejt shoqet e miket që janë të mrekullueshme. Kështu që jam në pritje, veç beta të këtij kokën mrapa dhe të këqyr kur po vinë. Ju mbaj updated për do vitë në vazhdim. Miki ardhë, ose dhja ko me mujt me indjuzu bashkë kështë me u post. Një më ma fëtuf i krej. Kërvam nana. Hello Miki, unë një ditëlindja. Faleminderit namër. Kam shazanën të këllon disëm, S'ka lidhje. S'ka lidhje. Mike? Shumurime për ty, shumurime. Skeme, që shke borda? Ishim bërë të në fjallë. A mami. Oh, Samir. Ani unë pëtë kemë dhe i ka i realon në kafe, po. Urime Mike. Faleminderit Samar, faleminderit Frajta, faleminderit për urimet.
Edhe kreti ishe Lividas, faleminderit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.